Përplasja mes UEFA-s dhe FIFA-s është thelluar pasi Konfederata Evropiane ka dalë hapur kundër projektit të presidentit të FIFA-s Gianni Infantino për të hapur një pjesë të aktiviteteve tregtare të organizatës ndaj investitorëve privat. Në një deklaratë të fortë, UEFA thekson se Kupa e Botës nuk është një produkt investimi dhe nuk mund të vihet në shitje. Sipas saj, futbolli është një trashëgimi globale që u përket lojtarëve, kombëtarëve dhe tifozëve, ndërsa përfshirja e kapitalit privat do të ndryshonte mënyrën e administrimit të sportit. Konfederata Evropiane akuzon FIFA-n se e ka hartuar projektin pa konsultim me federatat anëtare dhe e konsideron të papranueshme ofertën prej $20 milion për secilën nga 211 federatat, duke e cilësuar atë si një përpjekje për të siguruar mbështetje për privatizimin e kompeticioneve më të rëndësishme. Plani presidentit Gianni Infantino parashikon ndarjen e aktiviteteve tregtare të FIFA-s në një operacion me vlerë $200 miliard, ku 20% e aksioneve do t'u kalonin investitorëve privat. Në shenjë kundërshtimi, UEFA ka paralajmëruar bojkotimin e aktiviteteve të FIFA-s deri në tërheqjen e projektit. Kompeticioni i parë që mund të preket nga kjo përplasje është Kupa e Botës për femra U20, e cila është planifikuar të nisë më 5 shtator në Poloni.